dhe kundër akuza dhe bashkë debate, se na me gjithat jemi në emision debatuz politik, edhe kultura debatit në herë mundësh edhe me rizë zonin, mundësh me te kalu, mundësh edhe me ofendu, mundësh ka njerëm edhe me thonë trus se gjuj me uj, po ajo nuk është arsye më të rekë për debatit, sepse unë konsideroj që është e vërtet që është situatë oportune me lujt viktimen që unë univa i kërstume dhe po dalë. Kretë është në regullë. Edhe ajo është zgjedhje e jona, por mbi gjitha na jena këtu për me debatu, edhe qoftë ashpër, por paras kësaj, është ky vend, ky stan këtë bilmet ka, me thonë kështu pak ma popullorëshe. Edhe në relacion temin, po kam qenë hapësinë e kritika, ma kam bo me gisht, ma kam bo në thotë shërëmsy, e të tjera. Po ta bojnë gash. Po foli, po, qëra, adin Amerikant, këta mitë shton, alatët, to natural, thojnë, që se ki dëshirë me dosh krejtë shitakullore. E dëgjove që lakun që të tha? Po sa tha, e la përfëndu me që mos vjen, gash më së bët, se të qojnë për studjes. Jo, nuk është të alutu aty, qa kështë të thonë që ma rëndë se na këto e kemi me zgjedhjet e lirë, me zorë këtu s'na ka lidhë kushtrimi me ardhë. Po që kemi kontrata, por nuk e kemi me zorë. është vullnetare edhe është profesionale edhe jemi edhe debatus profesional. Pa qka që kushtrimit si duket që qëndrone. Ska, se egziston debatus profesional. Shqyqyr që si kemi as njoni të vërtetën absolute. Për pos meje e zonja dhe zotri. Por është shtirë, është shtirë ma shumë për kushtrimin, ma shumë për vendin, kur pas nevoj me arsyetu drenorin. Jo vetëm për drenorin, po kjo e drenorit nga solli pak në situatën e ashpërsuar politike në përgjësi. Nuk ka hapësirë, prandaj thash, nuk ka hapësirë, s'ka brum politikanësh, të cilët nuk mund të bojnë, tash nuk është, the me Halilin ke pasë, nuk është Halili, ta zojmë x politikani që ke këtu i PDK-s. As nuk është në zgjedhje, as nuk është i votuar, dhe as nuk është me kur farë, ta themi kështu, pik të zez në karierën e vetë. Dhe me Halilin mush mu pajtu. Me Halilin mund është edhe mu kacafyt me ide. Po Halili se pako e ka të drejtën, tash mos moralizoj, me ka të drejtën morale, edhe ka pastërtin mbi cilin është legjitim, kisha pas shep me thonë. është legjitim në argumentin e vetë, pa qka që unë shumë herë nuk pajtona me qëndrimin e ti politik. Por me Halilin debatohet. Prandaj po dhamë që ndoj herë, është në nivelin që vim, unë e kuptoj që s'kem mundësi se si më Amerikë, se kem 200 senator, 400 kongresmena, 50 ministra, edhe s'di shka parti politike. Zëvës ministra s'ka shumë. Po të vjen edhe s'ka, do të ketë besoj me rregullimin e ri, po ku të vjen temat e qeveria e flasëm, që do të ketë më shumë, si pas gjitha gjasave, nuk mund është me zgjidh shumë, s'kem hapsin njerëz me cilët të ndojherë detyrohesh me qitë Halil Matoshin ta zëm me x personën në debatim kuraj nështë edhe se meriton. Prandaj po them. Halil, ka këtu në një intervenim? Jo, unë menoj që ne me qenë se tha që ne jemi analist ose profesionist në mahon edhe debatit, edhe në debat jeni falloj profesionisti. Ti këtu me zosh s'ka pru kërkush as mu, jemi do thot me vullnet, edhe mendojmë që na i përfaqësojmë denjësisht idejet, konceptet tona, edhe i mbrojmë argumentet tona që ato që i kemi. Kjo një falloj ringu. Është ringu ku nuk kërset grushti. Jo, këtë njerë edhe kërset. Po të na s'ka ndodhë grushti, po ka ndodhë... Mirë dhe kësi që ka bo si froshri milaimit. Ky ka dojë drenore. Ka refuzu estetikisht. Problemi është që i ringu me gjithat e ka një arbitër, i cilin këtë ras kushtrimi e moderon mirë. Pse thom e moderon mirë? Për arsyën se kushtimi praktikisht nuk len me u viktimizu ose me pësu nëse ti në mbrojtjet të argumentit, faktit. Po s'ka pas argumente atë më fare, o të zotin Matushi. Shumë bashkëbisedus të mitë, s'po flasë për atë razotit të nëjë, shpesher i kanë përmbys faktet. Me blerimin unë debatoj ashpër, po blerimi e ko pak
një jo konsistencë që fillon me thonë diçka ashpër, fillon e ndërën pak mendimin e modifikon mendimin e vetë, e pështel me celofon, edhe ta shet ma ka fundi. Po, ka të tjerë të cilët realisht i përmbysin faktet, atëherë une hupi arsyet. Faktin me konë, me post pushtet, politik, e kësha mbërit me lidh, sepse nëse na i përmbysëm faktet sot, na nesër vrasim njerëz djemë. Besoni edhe grohë, më falni. Na nesër vjedhim. Nëse i përmbysëm këtu faktet para një publiku, mujnë me na këshyrë 100.000, 1 milion, 2 milion, hiç ka rëndësi. Po çka qëjmë fakt, kushe fakton qatë faktin? Fakti edhe argumenti dallojnë. Po, pra. Fakti i pap përmbys shumë. Sepse është një akt historik, është një emun i përveçum, është një datë. Është një provë materiale. Është një provë që jeta historike e ka provu, që është e vërtet. Kurse argument, argumentet bëhet dhe pikpamjeve interpretimit dhe pikpamjeve individuale. Kur shembullu e kom idenë një definicion tamin për kombin, e për shtetin, ti e ki një tjetër. Shqiptarët kryesisht e kanë një koncept totalisht stalinist, se kanë dhru kohë që 100 vjetë. Po bashkë me rajonin, se si jemi ndatë veçan. Është figura ma e votuar politika Albin Kurti, është fakt kjo argument që ta di, se kuptova. Është fakt. Na herë. Po, gjithmonë. Se faktin e shani e fakt, o gjithmonë fakt. Okej, një gjë ta kemi